Mbrëm rreth orës 20 zyrtarët policor nga sektori për punë të brendshme Tetov privuan nga liria KL 26 vjeç dhe një të mitur 16 vjeçare, të dy nga Republika e Shqipërisë. Arrestimi erdhi pas denoncimit nga PI 34 vjeç nga Tetova, i cili raportoi se rreth orës 16 pas një zënke verbale për një automjet të parkuar Volkswagen me targa të Shqipërisë, të cilin e drejtonte KL, ai u sulmua nga i njëjti, i cili tentoi të përdorte një send të mprehtë, ndërsa e mitura e ka goditur me një send të fortë. Të njëjtit janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të ngrihet padipërkatëse. Dje rreth orës 17:30, zyrtarët policor nga stacioni policor i Kamjanit në qendër të fshatit Kamjan privuan nga liria MK 21 vjeç dhe AS 19, të dy nga fshati Bogovin. Gjatë kontrollit u është i gjetur dhe konfiskuar marijuan. Ata janë mbajtur në stacionin policor për procedime të mëtejshme. Dje rreth orës 15:15 në rrugën Shtipska në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov arrestuan KK 44 vjeç nga Tetova. Ai kërkoi me urdhëresë gjyqësore për vuajtjen e dënimit me burg prej 3 vjetësh për veprën penale, tregti e paligjshme dhe lëshim në qarkullim të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve. Personi është dërguar në burgun e Idrizovës. Mbrëm rreth orës 18 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar një zjarr në kuzhinën e një objekti gastronomik në fshatin Vrutok, pronë e ZS 60 vjeç. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa zjarri është lokalizuar nga njësia territoriale e kundër zjarrit në Gostivar. Kontrollin në vendngjarje e ka kryer ekipi i Departamentit për punë të brendshme Gostivar. Mbrëm rreth orës 23:30, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov privuan nga liria AC 49 vjeç nga Tetova, pas denoncimit nga djali i tij 24 vjeçar për dhunë në familje ndaj tij dhe antarëve të tjerë të familjes. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të përgatitet para shtresë përkatëse. Mbrëm zyrtarët policor të stacionit policor Gostivar arrestuan PT 52 vjeç nga fshati Bellovishti i Gostivarit. Sipas denoncimit nga një grua 38 vjeçare, rreth orës 21:30, teksa ajo ndodhej në qendrën urgjente në Gostivar për t'u takuar me mjekun kujdestar, PT, i punësuar si sigurim privat në spital, e ka nxjerrë jashtë me forcë. Pas dokumentimit të rastit, do të përgatitet para shtresë përkatëse.